Kjo grev I tregoj shoqërisë shqiptare emancipimin më të madh, I tregoj vlerat e qytetarisë dijitoze të kombit më të vjetër në planetin tonë. Kjo grev e studentëve, kjo lëvizje për arsimin në Shqipëri, është një kauzë që duhet mbështetur nga gjithë studentët shqiptarë. Grevthysit dhe strukturat e organizuara të kësaj qeverisje sultanore në Shqipëri, që nuk respekton institucionet. Shqipëria është republikë parlamentare dhe Shqipëria ka ligje. Dhe ligjet I zbaton dhe është I detyrueshëm të zbatojë kryeministri I Shqipërisë. Në rast se ministra ka rënë, ligji që ndërtoi ajo ka rënë. Nuk mund të ketë një ligj me dy koka. Edhe dekan, rektor, edhe shefat e parlamentit të zgjedhur me vot, edhe bord që dikton nga qeveria se çfarë duhet bëjnë të dy ky universitet edhe kjo shkollë shqipe. Prandaj, ky ligj shqiptar, I cili është për të kapur arsimin, është që të mjeli studentët, të mjeli prindrit dhe familja shqiptare, ky ligj është në koshin e prerave të historisë tashmë.